Përshëndetje shenja e shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Kombinimi i energjive që paraqitet është shumë i fortë, i pasur me emocione, vendime dhe sqarime të brendshme. Kjo duket si një javë e zhvendosjeve të qarta, shpirtërore, psikologjike dhe praktike, ku ju udhëhiqeni drejt një realizimi më të thellë për veten dhe nevojat tuaja. Në gjendjen personale, mbretëresha e shkopinjve, mbretëresha e kupave, 6 shpatat dhe mbreti i shpatave nënkuptojnë se ju jeni në një periudhë ku 2 anët tuaja kryesore po bashkëjetojnë. Fuqia krijuese me mbretëreshën e shkopinjve dhe ndjeshmëria emocionale me mbretëreshën e kupave. Kjo tregon një ekuilibër të bukur midis pasionit dhe intuitës, por gjithashtu flet për nevojën për të mbajtur kufit tuaj ndjesor të shëndetshëm. 6 shpatat sugjeron një lëvizje nga turbullirat drejt ujrave më të qeta, një qetësim psikologjik, largim nga një stres apo situatë që ka marrë shumë energji. Mbreti i shpatave vendos theksin te qartësia psikologjike dhe kontrolli strategjik. Në fundjavë ju mund të jeni në një pozicion për të analizuar gjithçka me gjakftotësi dhe për të marrë vendimet e duhura pa u ndikuar nga emocioni. Kartat këshillojnë mos shtypni anën tuaj ndjesore për t'u dukur i fortë apo e fortë. Përdoreni inteligjencën emocionale për të drejtuar vendimet tuaja. Nëse duhet të largoheni nga diçka që ju ka mbajtur pas, bëjeni me zemër të qetë dhe energjia juaj do të ringjallet. Kalojmë tek familja, ku kemi asin e shpatave, 10 kupat, 9 monedhat dhe 3 kupat. Një kombinim tepër pozitiv. Asi i shpatave tregon një komunikim të qartë ose një bisedë të sinqertë që hap rrugën drejt ripajtimit dhe harmonisë me 10 kupat. 9 monedhat ju paraqet si individ të pavarur që fillon të marrë vlerësimin e merituar nga familjarët, ndërsa 3 kupat mund të simbolizojë mbledhje familjare, festë ose një atmosferë gëzimi dhe bashkimi. Kartat këshillojnë që kjo është një javë e mbarë për pajtime dhe afrime. Mos ngurroni të jeni ju, ai ose ajo që bën hapin e parë për një dialog të hapur. Shfaqja e pjekurisë emocionale do t'ju sjellë respekt dhe butësi nga të tjerët. Kalojmë tek dashuria, ku kemi botën, 8 kupat, 2 shkopinjt dhe 5 kupat. Një cikël i plotësuar, bota, po vjen në ndjenjat tuaja. Kjo mund të nënkuptojë një mbyllje të qetë, një transformim ose një fazë të re më të kthjellët në raportin ekzistues. 8 kupat sugjeron se mund të ndiheni gati për të ecur përpara nga një lidhje ose ndjenjë që nuk ju ushqen më shpirtërisht. 2 shkopinjt tregon periudhën e vëzhgimit. Ju shikoni horizontin dhe mendoni, cila është rruga ime tani? 5 kupat kujton se nuk duhet të humbisni në trishtim për humbjet, ekziston ende diçka e vlefshme prapa jush, një mundësi emocionuese që pret të njihet. Kartat këshillojnë mos të kini frikë të mbyllni një derë që nuk i shërben më rritjes suaj. Pra për shigjetarin, dashuria duhet të jetë aventurë shpirtërore, jo burg emocional. E ardhmja kërkon guxim për të parë përtej dhimbjes, drejt përmbushjes së plot. Kalojmë tek puna, ku kemi faqen e kupave, 4 kupat, 4 shkopinjt dhe kulla. Kjo sferë është ajo më e tensionuar këtë javë.
Faqa e kupave tregon një frymë të re, ndoshta ndjenja që po zbuloni, diçka që ju frymëzon emocionalisht, por 4 kupat sugjeron lodhje, mungesë motivimi ose ndjesinë që gjërat janë bërë monotone. 4 shkopin të ofron stabilitet, por kulla paralajmëron për një ndryshim të menjëhershëm. Diçka mund të trondit rrjedhën e zakonshme, që mund të jetë një vendim i papritur, një ristrukturim ose një zbulim që ndryshon mënyrën se si e perceptoni karrierën ose projektet në punë. Kartat këshillojnë të shikoni çdo ngjarje tronditse si pastrim. Kur kulla bie, ajo hap rrugë për struktura më të forta dhe autentike. Mos u kapni pas asaj që njihni, pra pas të njohurës. Një ide e re apo rrugë e pashkelur mund të jetë bekimi që keni pritur. Kalojmë në prizën Miracle ku kemi hunger, uria. Kjo fjalë kyçe i jep ton gjithë leximit. Një uri për përmbushje të vërtetë, për diçka që ndoshta nuk mund të plotësohet më me rutinën e zakonshme. Mund të jetë uri shpirtërore, uri emocionale, uri krijuese, ose mund të jetë edhe thjesht uri në kuptimin e parë të fjalës uri. Çdo kartë në këtë shtryrje e mbështet këtë nevojë për rindezjen e flakës së brendshme. Dhe këshilla e kartave dhe e javës për ju është të mos mbyllni më sytë përpara dëshirave të shpirtit tuaj. Nëse ndjeni nevojë për ndryshim, mos e quani krizë, por zgjim. Qetësia e vërtet vjen vetëm kur jeni në rrugën që përputhet me natyrën tuaj të zjarrt, që është liria dhe pasioni. Paçim!